Edi Rama ka reaguar me tone ironike ndaj kritikave për bllokimin e aksit Prenjas-Librazhd dhe përdorimin e helikopterit për udhëtimin e tij drejt Korçës dhe Vlorës. Në vend që t'i jap sqarime konkrete për situatën në terren dhe vështirësitë e qytetarëve të prekur nga rrëshqitjet e dherave, kreu i qeverisë përmes rrjetit social X zgjodhi të krahasojë situatën me një rrëshqitje masive në Itali. Sipas tij, fenomenet gjeologjike ndodhin kudo dhe nuk përbëjnë përgjegjësi të qeverisë. Reagimi i Ramës shihet si një shmangje e thelbit të debatit, standardet e ndërtimit, monitorimi i terrenit dhe transparenca mbi investimet publike. Krahasimi me Italinë mund të jetë ilustrues, por nuk i përgjigjet drejt për drejt shqetësimit mbi sigurinë e infrastrukturës në Shqipëri. Ndërsa i thekson se helikopteri ishte planifikuar për të shoqëruar investitor në projektet e polit të dijes, qytetarët presin më shumë llogaridhënie se sa batuta politike. Retorika e përdorur nga Karavanti ecën përpara te sulmet ndaj mediave forcon perceptimin e një distance mes qeverisë dhe realitetit të përditshëm të qytetarëve. Në një moment kur infrastruktura vihet në provë dhe transparenca kërkohet më shumë se kurrë, përgjigjet ironike mund të shërbejnë për mobilizim politik, por vështirë se zëvendësojnë nevojën për përgjegjësi dhe komunikim institucional më të matur.